Cilat tema ti kërkojnë më shumë, ti a ki ma shumë kërkesa prej nanave të reja, apo prej njerëzve ma të moshun, apo prej cilave kategori ma shumë ti ki kërkesa? Është shumë e çuditshme se para disa viteve, ma shumë na kanë shkrujt ma në mosh, për shembull gjyshet, shpesh na kanë shkrujt gjyshet, sepse nuk sa gjyshe bëhesh edhe me 40 vjet, me 45, por na kanë shkrujt, a mendon ti se është e mirë që nana nuk po i jep për shembull krip edhe sheqer, sepse me këto metoda të reja, do të thonë ka qenë ai konflikti i gjeneratave që alo nuk e kanë gjetë atë gjuhën e përbashkët. Sot është ndjenja më e mirë që na japin sepse pyetje të temave për fëmijë për shembull, kemi bara sa prej nanave sa prej babave. Është fantastike mënyra se si ka ndryshuar qasja e prindërimit edhe tek babat. Nëse dikur baba ka pas një rol shumë një qasje shumë të mirë dhe të afërt me fëmijën, ka qenë ai kryefamiljari që është kujdes për financat, për plotësimin e dëshirave e të tjera e të tjera. Sot ka baba që na shkruajnë edhe për si ndrohet pampersi, a mundesh me pyet a ka mujtun e me lëndu diçka shpinën e bebes gjatë kohës sa ja kam ndru pampersin. Do me thonë kemi pyetje të natyrës që shpesh na e kam thonë edhe në një emision i ditë, shpesh edhe te mjekë ku shkojmë, friksohemi me i bë dhe pyetje se mendojmë që janë pyetje pa lidhje. Thjesht nuk ka pyetje pa lidhje. Çdo shqetësim që kemi si pikë pyetje në tru është një pyetje shumë e lidhje dhe gjithmonë duhemi me bë. Edhe te familja jona kemi pyetje nga më të ndryshmet, po mas shumti target grupi i temave, propozimeve dhe pyetjeve është rreth smundjeve maline, se është në rritje edhe smundjet maline përfshin një numër të madh të qytetarëve për shkak edhe të gjenetikës. Shpesh kemi pyetje, ftoje një mjek, fol për këtë temë, fol për çet shqetësim, edhe na gjithmonë mundohemi me u bazone, sa çdo të diele, kur shkon emisione, hyjte familja jonë dhe i shoh pyetjet edhe njerëz që na shkruajnë. Edhe shoh një përqindje më të madhe çka na ka shkruar. Nëse ka për shembull ftojnë një hematolog dhe fol për këtë problematikë, unë mundohem që atë javë ta kem në hematolog edhe përmes mjekut me u përgjigj aty në shqetësimeve, se unë nuk jam profesioniste shëndetësore, edhe unë nuk mëj me ime, po shiko merret tini, nuk mëj me bë, unë krejt çka mëj me bë është me orientu për këtë problem që pasket, kisha rekomandu me shku te një hematolog. Nëse tani më pyesin a njeh ti një hematolog, ose një kardiolog, ose një ginekolog, unë ja dhon një listë mjekëve që unë i vlerësoj edhe kam një mendim që ata janë me të vërtet profesionistë në fushën e tyre.